Përshëndetje të gjithëve. Sot po sill për ju një recetë verore, freskuese dhe 100% natyrale. Është akullore, pas 1 gram sheqer, pa laktozë, por plot me shije dhe vlera ushqyese. Ndiqni hapasapi dhe gatuani me dashuri për vete dhe të dashurit tuaj. 4 portokalle i ndajmë në 2 pjesë dhe i marrim lëngun. I vendosim në një enë të shkallëzuar që të kemi mundësi t'i matim. Hapim edhe 2 portokallet e tjera. Këto janë portokalle shumë të ëmbla dhe është shumë e rëndësishme që në këtë recetë portokallet të jenë mjaftueshëm të ëmbla. Shtojmë edhe pjesën e fundit. Janë 300 ml, shumë pak ka ngelur aty, e shtuam edhe atë. Fillojmë me përgatitjen e përbërësve të tjerë në blender. 2 lugë të gjellës me niseshte, i bluajmë në blender, i kthejmë në miell. Kaq mjafton. Ulim blenderin dhe shtojmë përbërësit e tjerë. Kemi 1 kup me lajthi, shtojmë 10 deri në 15 urma arabie. Urmat e arabisë japin goxha ëmbëlsi akulloreve, ndaj unë i shtoj. Nuk dua t'i shtoj shumë sepse nuk dua që akulloria të errësohet, dua të ruaj pak atë ngjyrën e verdhë të portokallit. Shtojmë gradualisht lëngun e portokallit, shtojmë në fillim pak lëng, fillojmë të pulsojmë dhe pjesën tjetër do ta shtojmë pak e nga pak. Blenderi vazhdon dhe i bluan të gjithë përbërësit. Shikojmë që masa është kthyer kremoze, shtojmë edhe pjesën e fundit të portokallit. Vazhdon të bluajnë, masa është goxha e trashë. Dhe blenderi me vështirësi i rrotullon. Dhe shikoni si duket. Mendoj se kaq është okay. E largojmë nga blenderi, e vendosim në një enë të përshtatshme për frigorifer. Dhe vetëm 5 minuta kohë kërkon kjo akullore. Jo vetëm që mund ta konsumosh dhe nuk do ndihesh në faj, por në këto ditë të nxehta vere të freskon shpirtin dhe zemrën. E pastrojmë plotësisht blenderin. Si e shikoni, masa është goxha e plot kremoze. 5-6 orë në ngrirje ose mund ta përgatisni në mbrëmje dhe ditën tjetër e keni gati. Unë e kam lënë për 5-6 orë në ngrirje dhe ja ku është gati. Nëse do e lini gjithë natën, atëherë duhet ta nxirrni çerekore para që ta merrni më me lehtësi. Faleminderit që qëndruat me mua dhe shpresoj ta provoni këta akullore të shëndetshme dhe plot freski. Të dashur miq, kjo ishte dhe receta që kisha përgatitur sot për ju. Gatuaj me pasion dhe ndaj me dashuri.